Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka njoftuar se shqiptaro-amerikani Alban Dervishi do të marrë komandën e luftanijes amerikane në qershor të këtij viti. Alban Dervishi, lindur në Tiranë dhe me origjinë nga një familje ushtarake, emigroi së bashku me prindrit në SBA 25 vjet më parë për të ndjekur ëndrrën amerikane. Lajmi është bërë publik nga Ambasada Amerikane përmes një postimi në rrjetet sociale, duke theksuar suksesin e tij në marinën amerikane. Dervishi ka ndjekur një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në marinën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke arritur tani në një prej pozicioneve më të rëndësishme, atë të komandantit të USS Pearl Harbor, një anije luftarake e flotës amerikane. Ky emërim është një moment krenarie për komunitetin shqiptaro-amerikan dhe një shembull i arritjeve që mund të realizohen përmes përkushtimit dhe punës së palodhur. Dervishi do të marrë drejtimin e luftanijes në qershor, duke shkruar kështu një kapitull të ri në karrierën e tij ushtarake.